Përshëndetje tanë, mirë se Përshëndetje, intervista. Misia jonë e vjetër. Shumë vjetër. Atëherë, çfarë mund të thuash diçka për karrierën? Është e gjatë, shumë e gjatë, po. Shumë e gjatë, po kryesorja është që karriera ime ka nisur nga ky teatr. Domethënë ky teatr që shikohet këtu është shtëpia ime. Është vendi që për mua këtu më sollën prindrit e mi pa mësuar akoma të lexoja, edhe më duket që gjithmonë këtu kam ngelur. Sa herë që vi dhe e shoh në mendjen time këtë teatr, gjithmonë shoh një drejtan të vogël, që i di të gjitha vrimat e këtij teatri. Nëse ka një vend në Shqipëri ku unë do ta quaja vendin tim sekret, është pikërisht ky. E dua pafund këtë vend. E njoh në gjithçka, është shtëpia ime. Që këtu nisi, ka vazhduar sot para dite kemi qenë tek shtëpia e Pionierit, që atje mbaj mend shumë konkurse, në drejtimin e Dervish Pibës. Andrea Pepi ka qenë i pari që më ka gjetur si aktor, më ka zbuluar si aktor, e kemi përfaqësuar Fierin në mënyrë të shkëlqyer në konkurset e recituesve në Tiranë, kemi fituar shumë çmime. Ka qenë adhurimi ynë për këtë trup me emra të mëdhenj. Duhet veçoj Fatos Selën e madh, i jashtëzakonshëm. Kolegun tim pas edhe në teatrin kombëtar, teatrin e bukur të Pllumkullës. Kemi pasur fatën e Fjerakat, që kemi pasur një teatr aq të fortë, Pllumin, me gjithë veprën e vet. Ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme. Është si ai vargu në poezinë greke që thotë kudo që shkoj, këtë qytet e mbaj me vete si një plag. Ky qytet më mësoi teatrin, formën e bukur të teatrit, të cilit tashmë është pjesa ime, është personaliteti im. Ka qenë një rrugë shumë e gjatë. Më pas vajtja në Akademitë të Arteve, ku sigurisht studentët që vinin nga ky qytet zinin vendet e para, ashtu dhe unë. Derisa mbas një karriere disa vjeçare, jo shumë, si profesionist në teatrin e Fierit, në 2000 shkoj si aktor në teatrin kombëtar dhe tashmë jam aktor i parë në teatrin kombëtar shqiptar prej kaq vjetësh, por këtë qytet nuk e harroj kurrë, sepse më ka dhënë shumë, dhe sidomos ky vend. Ky vend, ne po zhvillojmë dhe të falenderoj që po e zhvillojmë këtu këtë intervistë, është për mua një vend i shenjtë. Atëherë, në teatrin kombëtar, sa role numëroni me afërsi? Shumë. Unë, domethënë, vjen një moment që një aktor i kategorisë tim, domethënë, harron edhe të bëj CV-n. Domethënë, më kërkojnë që duhet dikush formalisht të shkruaj CV, po kur kujtohem pastaj mbas 2-3 vjetësh që duhet ta plotësoj, dalin shumë e shumë role. Pra karriera profesioniste vazhdon shpesh, por ato që janë më të rëndësishme nuk mendoj. Karriera ka shumë. Unë nuk jam që kjo teoria që thon shpesh që çdo aktor e ka çdo rol si gishtat e dorës. Krye rolet janë më të mëdha. Si fëmijë kështu. Jo, për mua krye rolet janë. Domethënë, unë jam përgatitur që të kem aktor lider. Jo aktori planit të dytë, i tillë jam përgatitur. Ajo që do veçoja kanë qenë pa diskutim pjesët e Çehovit, ku kam pasur fatin të kem rol kryesor, Pulbardha, Ivanovi, Xhaxhavanja, kanë qenë sukseset, mendoj që të veçanta edhe në teatrin shqiptar, që kanë shënjuar shumë gjëra, kanë qenë Strindberg, turnet jashtë shtetit, të cilat i jep mundësinë teatri kombëtar. Pra, kam pasur mendoj një karrierë shumë të suksesshme dhe jam shumë falenderues për këtë gjë, me një profesionalizëm. Më pas tashmë jam edhe pedagog i aktrimit në Universitetin Evropian të Tiranës, pra është një karrierë që është plotësuar tashmë, është plotësuar. Tani është kënaqësia ime që edhe nga qyteti ynë të vazhdoj të rrjedh ky talent që është për aktrimin, për teatrin. Kemi teatr shumë bukur me shumë histori, duhet të vazhdojmë këtë traditë. Si pedagog, çfarë këshilloni studentëve të rinj? Kryesorja është që të mos jenë si dritani. Domethënë, është po ju marr një shembull. Po, pikërisht. Domethënë të jenë vetvetja. Këtë përpiqem gjithmonë. Sëmundja më e madhe atyre pedagogëve që nuk janë pedagogë është që t'i bëjnë studentët e tyre që t'jenë kopje e tyre. Por unë mendoj që Charlie Chaplin, një gjeniu, për mua është gjeniu i shumë
i aktrimit i jashtëzakonshëm është Charlie Chaplin, sepse ai arriti filmin, ishte tek filmi pa zë, kaloi tek filmi me zë, është i përjetshëm, domethënë sa herë shohim ne mrekullohemi prej tij. Dhe çdo kopje më pas që kanë kopjuar Charlie Chaplinin është gjithmonë është bërë keq, nuk arrin dot, nuk ka, çdo kopje është më e keqe se origjinali. Dhe aktrimi është i tillë, domethënë që aktrimi është diçka nëse muzikanti, po ju marri, instrumentin e ka më vete dhe vetë interpretuesi është më vete, ne në aktrim jemi dhe instrumenti dhe interpretuesi. I kemi të gjitha së bashku, dhe me thënë i kemi brënda vetes. E kemi gjithçka, ajo është, aktrimi është një formë shumë e lashtë, domethënë dihet që në fillim që aktrimi është profesioni i parë, po themi i fëmijës, sa bukur aktrojnë ata vetëm për një akullore apo për një çumçaki. Unë përpiqem të qaj si ata. Pra është një kërkim gjithmonë për të shkuar tek fëmijëria, aktrimi. Prandaj është i mrekullueshëm kur arrin që të arish një shkallë profesionalizmi sa ti ta shijosh aktrimin, mos të bëhet si një ankth që për të realizuar një rol, të shkëputesh nga ambicjet, të shkëputesh nga shumë gjëra të tjera dhe kjo është, mendoj. Kam një pyetje për rolet dramatike. Sa i fort duhet jetë aktori? Deri ku duhet ta ketë limitin? Sigurisht, jo, po publikun. E kuptoj. Gjithçka varet nga aktrimi. Nuk ka të ndarë, domethënë, sepse dhe komikja është dramatizitet i thellë. Po le të marrim për shembull Harpagonin, Kopracin, është ajo dramatikja e tij, ajo dashuria e madhe për paran, kopracia e tij, po kjo është një dramë vetë për të. Ajo çfarë është, domethënë është që aktori nuk është vetëm instinkt, duhet mësoj teknikat e caktuara. Ju e kuptoni shumë mirë, jeni artist vetë, pa teknikat nuk asnjë lloj arti nuk dhe më e vështirë, domethënë shkolla pikërisht këtë duhet mësoj, teknikat se si arrihet pastaj talentin është ajo që ta jep Zoti dhe ta plotësosh. Por duke pasur teknika, sepse shumë vete kujtojnë aktrimin, është abuzuar shumë me aktrimin kohët e fundit, shikon gjithfarë njerëzish që mësojnë një barsalet te klubi i lagjes, ngjiten në skenë, televizionet thonë artisti madh, ky na bëri për të qeshur, u shkrim, ndërkohë që teatri është skenë. Domethënë gjithë puna është që të kuptohet aktrimi në anën profesionale të tij. Nuk mund të ketë më një aktrim tallavaje. Ne duhet bëjmë aktrimin ashtu siç na kanë lënë etrit e aktrimit. Dhe aktrimi ka një histori të madhe, suksesi, zhvillimi, ka teknika, teoricien të caktuar. Nuk është një punë që nuk ka të bëjë me intelektin, përkundrazi. Aktorët më të mëdhenj kanë qenë dhe intelektual shumë të mirë, kanë menduar për atë çfarë kanë bërë. Nuk është aq thjesht një tekst ti ta përjetosh në një mënyrë të tillë që kur të dalesh në skenë të duket sikur ajo është pjesë e jetës tënde. Jo që dikush me emrin Shakespeare e ka shkruar atje dhe po ta jep ty. Atëherë Teatri Operës së Baletit bën një edukim muzikor. Teatri kombëtar e ka këtë? Jo, nuk e ka. Dhe kjo është një nga gjërat që unë mendoj që nuk është e mirë. Çdo teatër në botë, ne kemi qenë një nga sukseset e teatrit kombëtar ka qenë vajtja në Globe Theatre. Ajo quhet Meka dhe Vatikani i aktrimit, unë kam pasur fatin, po teatrot e mëdhenj kanë brenda afër tyre dhe shkollat e tyre. Pra aktorët që interpretojnë mbas dite në orë të caktuara japin dhe mësim dhe lëshojnë diploma për studentët që vinë. Dhe kjo është gjë shumë e mirë që çdo teatër nuk mund të kemi tashmë, mund të ekzistojnë, por unë jam partizani i asaj që teatrot të mëdhenj, siç është teatri kombëtar, duhet të kenë pranë tyre dhe shkollat e aktrimit, që ata student ta kenë dhe praktikën aty, edhe të kenë anën mësimore. Teatri vetë në vetvete nuk ka, që të quhet teatr, nuk duhet të ketë vetëm anën zbavitse, por dhe edukuese. Dhe po të shikoni në Shqipëri, shumë pjesë të cilat unë nuk i shijoj dot, nuk kanë pikërisht këtë anën edukuese. Ti dëgjon në skenë gjithfarë zhargoni, gjithfarë situatash vulgare, të cilat na shiten për teatr. Por duhet jemi të kujdesshëm ne si profesionist, si spektator profesionist në atë parë, që të kuptojmë që nuk është arsye ardha në teatr vetëm zbavitja, por dhe edukimi. Pra ju bët një pyetje shumë të bukur. Ne duhet ta nisim që nga prindrit. Prindrit duhet i sjellin fëmijët në teatr. Është shumë mirë që të vinë në teatr.
sepse do të marrin vlera njerëzore. Është shumë mirë të shkojnë në për koncerte muzikore, është shumë mirë të shkojnë në për galeri, të shohin piktura, se sa të ngelen aty tek ai kultura e fast foodit që ta jep celulari apo interneti. Dhe kjo duhet filloj që në edukimin shkollor. Që në edukimin shkollor, në çfarëdo lloj shkolle, duhet futet instrumenti, duhet futet piktura, duhet futet teatri. Kështu mendoj, ka lidhje të forta me edukimin sepse do kemi më pak burgje. Jam i bindur për këtë. Atëherë, sa e vështirë është për një aktor sot në Shqipëri? Teatrët ja shikojmë dhe këtë teatr. Sa aktor ka ky teatr? Dikur këtu ka pasur një trup fantastike, e cila shkonte në konkurset kombëtare të asaj kohe dhe shqyeshin dyert. Ndërsa sot, më thot miku im Klajt Marku, kemi ngelur 2 aktore gjys, 3, më shumë ka pastrus apo roje, dhe ky teatr nuk është tashmë në një jetë normale të këtij qyteti. Ka përpjekje shumë të mira për të qenë, por unë mendoj që këtu duhet krijuar patjetër bazat, duhet fillojmë nga fillimi krijimin e bazave të një trupe. Këtu sigurisht është gjë shumë e mirë që shfaqjet që zhvillohen në Tiranë, në përrethe, vinë. Por duhet ketë një kusht, që të paktën çdo shfaqje që do shkeli këtu, ta ketë një student nga Fieri, ta ketë një skenograf nga Fieri, ta ketë një kostumograf nga Fieri, një dramaturg do ishte shumë mirë. Pra, të ketë gjithmonë një përgatitje. Dramaturg. Po, besoj, por gjithmonë kjo të kthehet në normë, që në çdo shfaqje, ky qytet, taksapaguesit e këtij qyteti, të shohin dhe një njeri të këtij qyteti i cili do vinë në këtë skenë, sepse kështu pak e nga pak do filloj të krijohet edhe ajo do ringrihet një trup. Patjetër që do ringrihet. Atëherë është një pyetje që pothuajse e bëj gjithë të ftuar në Sola. Po. 35 vite të gjata. Po. Si e shikon realitetin Britani sot? Shqiptar, shoqërisë. Nuk e shoh as bardh as zi, është diçka në mes, ka shumë ndryshime, pa diskutim. Nuk mund të unë jam në natyrë duke qenë student i dhjetorit. Domethënë kaq i lashtë, unë jam shumë i lashtë. Domethënë kam hyrë në Institutin e Arteve atëherë. Po. I kam përjetuar të gjitha etapat e Shqipërisë, po kur nuk mund të pranoj që një sistemi komunist ka qenë më i mirë se sa sistemi kapitalist. Jemi gjithsesi ne jemi të lirë, gjithsesi ne arrim që ta themi fjalën tonë, të bëjmë art ndryshe, dikur ndaloheshin veprat të autorëve të huaj, sot ne mund të shohim filmat e huaj. Por nuk jemi atje ku duhet, sigurisht. Sigurisht nuk jemi atje ku duhet, nuk kanë qenë hapat aq të një ecje e duhur, normale, deri ka pasur shumë dhimbje kjo Shqipëria jonë, njerëzit tanë kanë pasur shumë dhimbje, shumë kanë ikur jashtë. Por unë duhet të flas vetëm për teatrin, dhe fakti që shumë teatro janë mbyllur në këto 30 e ca vjet, nuk është një tregues i mirë për pushtetarët që janë sjellë mirë me kulturën, nuk janë sjellë mirë me kulturën. Dhe ajo po u kthehet në bumerang. Mos sjellja mirë me kulturën është, nëse ne do fillojmë ta trajtojmë kulturën kështu siç është trajtuar deri tani, aq më keq ka për të qenë. Më e zeza do triumfojë mbi të bardhën, të jemi të bindur. Unë jam i bindur që një revolucion kulturor do t'i bënte shumë mirë Shqipërisë. Pa diskutim. Do fillonin njerëzit mos kishim thika nëpër shkolla, mos kishim vrasje të fëmijëve në dyert e shkollës. Këto vijnë nga kultura, vetëm nga kultura. Ku të dëgjojmë simfonitë e famshme, të marrim art të mirë, t'i shmangemi tallavas, t'i shmangemi vulgut, muzikës, këngëve të cilët përdorin gjithfarë zhargoni, teatrit që përdor zhargonin. Pra nga kultura duhet. Është momenti që ne të futemi të kemi një sfondë të fortë, të financojmë projektet kulturore pa diskutim, të financojnë 3 fish më shumë se që financojnë tani. Çdo ta ketë mundësinë që ta fitojë, mos ketë. Fieri besoj ka ecur. Po të shohim, si gjithë Shqipëria. Çfarë mund të thuash diçka për shfaqjen e sotshme, për publikun? Po, para se të vi, unë mendoj që kjo metoda Gronholm është një nga veprat më të mëdha
në Spanjë, ka fituar çmimin më të madh të teatrit, është një bestseller botëror në teatr. Jo them që domethënë ka 400 premiera që në fillimin e vet, në të gjithë botën. Ka një mesazh të madh që kemi arritur në një kohë të diktaturës së Big Brotherit. Kemi arritur në një kohë kur ne nuk e dim se kush kemi përballë. Kemi arritur në një kohë të diktaturës së psikologëve. Kjo ka të bëjë më shumë me në dukje vepra në planin e saj real flet për një konkurs për zgjedhjen e drejtorit të marketingut të një kompanie shumë komshme, të supozojmë të Elon Muskut. Dhe gjithë testet që kalojnë aty, gjithë shka që përtypin aty, gjithë shka që kanë krijuar psikologët aty, duken si një Big Brother i madh. Por ideja më e madhe është që kemi arritur në një kohë kur ne nuk e dim kë kemi përballë, ka shumë maska rreth nesh. Dhe kjo lojë maskash tashmë është në shoqërinë shqiptare. Shumë herë ne i themi njëri tjetrit që si ka mundësi që ai të ishte kështu. Sepse ai hoqi maskën në një moment dhe ai ishte ashtu. Dhe ne e pam në sy, ama kaq vjet, 32 vjet, ne kemi parë maska që na kanë dalë, gjithkohës na kanë thënë që sa gjë e madhe, sa gjë e bukur po bëj. Pastaj kur hiqen këto maska, mbarapa këtyre maska, ne shohim monstra. Kjo është këmbana më e madhe. Është komedi e zezë, pra e ka dhe të qeshurën, po ka dhe mendimin, dhe ka të gjithë. Dhe mua kam shumë dëshirë që kjo po fillon rrugë për herë të parë vjet në këtë teatr. Domethënë ka premierën e saj absolute, është një vepër e jashtëzakonshme për mua. Nga dhënë shumë kënaqësi, janë 4 aktorë fantastik, është hera e parë që 3 teatro bashkohen bashk, aktorët e teatrit kombëtar, të teatrit të Vlorës dhe të teatrit të Fierit. Është një iniciativë shumë e bukur, sepse duhet këtu. Dhe premierën e kanë këtu, më pas ne jemi në Tiranë dhe pastaj në Vlorë. Është gjë e bukur. Ju uroj suksese për teatrin. Jemi në fund bisedës. Çfarë mund thoni diçka për një mesazh për shqiptarët, tash jo për publikun vetëm? Është pikërisht ajo. Duajeni teatrin, duajeni kulturën. Kultura është një gjë që as nuk imponohet, nuk të imponohet, por duhet të shkosh tek ajo. Është shumë e domosdoshme. Në jetën që jetojmë është shumë e domosdoshme. Nuk mundemi të jetojmë pa kulturën. Nuk mund të krijojmë bashkësinë tonë pa kulturën. Vetëm kultura është gjuha e përjetshme e njerëzimit, është krijimi më i madh që ka shpikur njerëzimi. Nuk është politika. Nuk janë të tjerat. Kultura është ëndra e njerëzimit. Gjithçka është e njohura dhe e panjohura. Është jeta jone përkthyer në tinguj, është jeta jone përkthyer në vargje, është jeta jone përkthyer në ngjyra. Duhet në momentin që ne do kuptojmë kulturën dhe do fillojmë ta shijojmë, do shohim veten shumë më mirë në pasqyrë se kush jemi. Domethënë është ai vargu i famshëm i Azem Shkrelit, kur të shihemi me veten në sy, kena me u puth apo me u pështy. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Kënaqësi miku im.